Një bashkëpunim mes teatrove të Kosovës dhe Shqipërisë do të nisë realizimin e një serie shfaqjesh që do të sjellin artistët e Kosovës në skenën e Tiranës. E para ngjitet në skenë drama Monserrati e autorit Emanuel Roble, në interpretimin e aktorëve të Shqipërisë dhe kolegëve të tyre të ardhur nga teatri profesional i Prizrenit. Vërtet është hera e parë që teatri profesional i Prizrenit vjen në Tiranë me shfaqjen Monserrati dhe është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm dhe shumë frytëdhënës në kuptimin e shkëmbimit të kulturave të një kombi dy shtete, kështu të shprehem. Zoti Kristaj Skramen e ka ftuar këtë ngjarje neve me këtë shfaqje dhe besoj që do kalojmë shumë mirë, do të japim një emocion të mirë publikut të Tiranës. Premiera e Monserratit është shfaqja e parë për sezonin në teatrin kombëtar. Ajo është ngjitur me sukses të madh në skenën e teatrit të Prizrenit dhe në teatrot e tjera në Kosovë. Shfaqja ka një temë të ngjashme me historinë e Kosovës, çka e bën atë më të afërt me publikun dhe aktualitetin. Monserrati është një dramë që ka një subjekt që përkon me realitetin ton para 11 viteve në luftën e Kosovës që ka ndodhur, si subjekt. Regjin të ta bëjë Roland Droshi, regjisor nga Tirana, dhe rolin kryesor e ka Gzim Rudi, po ashtu ishte aktualitatet kombëtar të Tiranës. Edhe është një shkëmbim eksperjencash, edhe shkollash të tri, ka aktorët nga Prishtina, edhe nga Tirana, domethënë. Pas dramës Monserrati, e cila do të vitë të njëjtën dhe të premte në mbrëmje në skenën e teatrit kombëtar, shfaqje të tjera nga Kosova priten në Tiranë. Të gjitha këto bashkëpunime dhe shkëmbime përvojash në sferën kulturore realizohen në kuadrin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë.